pasqyra financiare, që kemi pasqyrën e të ardhave, kur fillojmë me elaboru pasqyrën e të ardhave. Tash fillimisht është e qartë jemi të folë për udhëzimin 07-2019, që folë për strukturën dhe përmbajtjen, si dhe dorëzimin e pasqyra financiare. Struktura që është më rendi, çka do të me përmbaj pasqyra financiare dhe kur mi dorëzuar tash folim edhe për afatat e dorëzimit. Tash këtu i shpjegon këtë renditje të pasqyrave financiare nuk e ka bënë, e ka bërë udhëzimi, se në fund udhëzimi jep anekset. Por shpjegon për ne edhe në fund udhëzimit janë anekset, të anekse një është kjo pasqyra, anekse dy është kjo pasqyra, ashtu me radhë. Veçimi kom bërë në Excel. Edhe pak a shumë janë edhe të lidhë në shto me këtë çështje. Fillimisht të trajtojmë pasqyrën e të ardhrave, tash viti krahasues, pasqyra të ardhrave që përfshirë për vitin që përfundon 31 vjetor të 2005-s, për këtë vit po raportojmë, e kemi vitin krahasues, kuptohet 2024-ën, e kemi të hyrën nga shitja, kjo është shpalosja 11, tash shpjegojmë pak orë të shpalosja 11-shin. Pra të hyrat janë 2 milion, minus kostomallet të shitër dhumajqi është 1.610.000 e jep fitimin bruto. Dëgjoni detalet këtu. 11 që po kemi këtu shpalosin, nëse shkojmë të shpalosja e shohim të hyrat nga shitja mallit janë 1.960.000, të hyrat nga shërbimi janë 40.000, ti mundesh pas 3-4 aktivitete. Do thonë mundesh më kon tregtare, mundesh më kon shërbëse, mundesh më kon ndërtimi. Këto janë aktivitete primare. Ju lutem mos e ngatroni me të hyrat e tjera. Tu po folim për te që je aktivitet primar. Më thonë, ki restoran, ki librari, komplet të janë aktivitetet e tua që te i bën aktivitet i zakonshëm i yje. Kështu që ne ku marrë 2 kategori, kjo jep 2 milionshë. Këtë 2 milionshë është bërë kanë në pasqyrën e të ardhave. Këtë do të jetë në përputhje me 11-shin. Kostomallet që po është edhe kostomallet, shkojmë të Domajqi. Pra, Domajqin e kemi kështu. Për vitin e kaluar e kemi stoqet në fillim, plus blerja gjatë vitit, minus stoqet në fund e jep kostën e mallit në 2024-s. Tash fundi 2024-s, bërë këtu fillimin e 2025-s. Plus blerjet minus stoqet në fundin e vitit 2025 e jep kostën e mallit që është bërë në pasqyrën e të ardhave. Këto 2 shifra janë të raportuar në bilanc. Nëse shkojmë i krahasojmë, këto 2 shifra janë të raportuar në bilancin e gjendjes. Kështu që shiten pjesa poshtë e shpalosjeve. Të vazhdojmë me pasqyrën e të ardhave, kjo je fitimin bruto, plus të ardhat e tjera, që 13 këto, të ardhat e tjera për 9.000, do të thonë shkojmë me gjojmë këto 13 që po na thet, të shohim për çfarë të ardhat e tjera po fol, të ardhat nga qyroja. E tash në dëgjone të ardhat nga qyroja, kë nuk e ka aktivitet primar. Nëse kjo është një hotel, edhe kënë shon dhoma me qyroja, aktiviteti primar i saj është kjo, e më në rregull. Nëse kjo është sallon i kirrave, si rent, që e kirrë me qyroja, kjo është të të madhe. Kjo po fol se aktiviteti i këtij biznesit është tregtia edhe shërbimi, qyroja është diçka tjetër. Është ka cilësi të hyrat e tjera. Ai më qartë 9.000, pra edhe këtë pjesën këtu nëse shpjegojmë, nëse shohim këtu, e tregon qartë se çka vjen te kjo pjesa këtu. Do të ardha tjera përfshin dividendat e pranuara nga investimet në pjesëmarrje dhe fitimet nga shitja e pronave pajisë, gjithashtu të ardhat nga përfshira në qyro. Kjo është 9.000. Edhe kjo bërë këtu te pasqyra e të ardhrave, të 9.000. A dhe vazhdojmë të me pasqyrën e të ardhrave. Shpenzimet e shpërndarjes 34.000. Dëgjoni në detaj, s'to mund të pyet dikush se s'ka numër kjo. Kjo tash është gjykimi juaj. Nëse dani me zbërthy, me shpalos shpenzimet e shpërndarjes, më thonë janë 3-4 zëra, brenda këtina e vendosni numër shkëri shpalosni. Mirë, po në këtë rast, shpenzimet e shpërndarjes është vetëm një zonë. Vetëm një kategori zëre. Nuk ka të tjera brenda, atëherë nuk ka pas nevojë sipas gjykimit tonë, sipas besimit tonë, nuk ka nevojë të shpaloset këtë zënë vetveten e vet. Pra që i bie jo çdo zë, potencialisht duhet të shpaloset patjetër. Po, nëse shikon 2 apo më shumë zëra, 1 apo më shumë zëra, e di. 2, fakt, minimumi 2 zëra, atëherë është dashur me palos. 4 maj shpenzimet administrative, 300.000, që 4 maj shpeshane, se çka më shohim atje, ose që doje këtu e kemi shpenzimet e pagave, shpenzimet e vlerësimit dhe amortizimit, shpenzimet administrative, shpenzimet e gjobave, kjo i pas zgërshën shpenzim, e definojmë fund, që është trajtojmë këto.
për neva o shpenzim pasqyrë të ardhave. Për qëllimet e efektit tatimor, e shpjegoj. Tash e shpjegoj. Kjo jep gjithsej, pra shpenzimet prej 300.000, edhe kthehemi prapë ko. A është që shpjone ekuivalent që me shpalusit, 300.000, shpenzimet e tjera, 300.000, ke fitimin operativ. Tash fitimi broto, plus të hyrat e tjera, minus shpenzimet e tjera, e fitimin operativ bazët e 7.000. Pe interpretojmë vitin 2025, po jo vitin krahasus.